si e mirë pritur nga kolegët e parë, si e ke ndjeti vetën? Ke parë buzëqeshje të sinqerta, apo ke parë më shumë buzëqeshje jo të sinqerta? Jo të sinqerta. Tje më sinqert për jo të sinqerta ishin ato buzëqeshje. Prap, aj tereni i egër që tash u egërsu pastaj mas akademisë dhe ma shumë. Ajo gjelozia, ajo buzëqeshja fake. Rrotullimi i syve? Rrotullimi i syve, një farë çudie, vjen për një vendi aktore, por, okej. Por... Kur në fakt duhet të ishte e kundërta. Do duhet të vlerësohej ndoshta dy fish, fakti që ti po vije nga i qytet. E pikërisht për këtë them se erdha nga një vend që e kërkojsha butësinë dhe pranimin, dhe vish me një vend që është edhe ma egër. Dhe ishte edhe ma e vështirë, po nuk do të dërzohesh. Unë këtë, se di, ma kam mësu shumë jetët mos dorëzimin. Mirë po, puna është ajo që ti mund të flasim gjithë ditën për puna në skenë, të ne e dëshmon mas mirë, edhe une gjithmonë kam vendosur jo të flasë shumë në për kafe, jo të flasë shumë me kolegët, po të flasë në skenë. Dhe unë gjithmonë kam thënë që publiku nuk e gënjin dot. Dhe më thënë, profesionet tona janë kaq transparente, sa që nuk ke nevojë të marrësh miratimin e të tjerëve, sepse miratimin dhe verdiktin final e merr nga publiku, dhe kjo është ajo që po e thua ti. Dhe unë mas shumë pi dua që ti qëndroj besnik publikut. Dhe jam dakord me ty. Po nga vjen kujtime ky fenomen, ndoshta i njerëzve të cilët priren të kenë këtë xhelozi në një det kaq të madh, sepse profesionet tona si teatri, si televizioni, unë konsideroj që janë një det shumë i madh dhe ka hapësirë që të gjithë të lundrojnë. Pse mendon që vjen kjo ndjenje konkurrencës, ndoshta shumë shpesh kaq e egër sa unë them që është edhe e panevojshme? Unë mendoj se njerëzit që nuk e njohin mirë vetën, nuk e di është ndoshta jam edhe gabim, që nuk e njohin mirë vetën ose nuk kanë arrit ta gjejnë veten ose ta pranojnë veten, i kanë këto pasigurit, edhe ato, si u thëmë këtyne, që duhen t'i lëshojnë ato shigjetat, ndaj tjetër kuj, pa arsye, mendoj se do të punojnë ka vetja shumë, se çdo kush është i mirë në atë verzionin e vetë dhe unik. Nuk ka nevoj as me bo dam dikuj tjetrit, as me xhelozu, as kur gjo, thjesht me apranu atë punën e mirë, me këshillu ku mundet ma mirë, edhe mendoj se do jemi ma sukseshëm, edhe ma me pache me vetën.